Najkun, vish diçka po du me theksu që besoj është shumë e rëndësishme. Atë natë, me një thirrje krejt njerëzore qytetare, tham, lusim prokurorin me shiku këtë rast. Dul Faton Peci, vish për qëtë fjali, edhe tha, a e pa të tha që shu shantazhu prokurori live në studio. E quti shantazh, thirrje në qytetarit për intervenim. Sot, kanë dalë me emën e me mbi emën, e kanë sakatu prokurorin. A bën vish me ditë që to, vish me menu njerëz vetë. Pse thirrja jonë për prokurorin është shantazh, e që kjo qka o tash? Tash, Donika Gërvalla, zëvëndës kryeministre në largim, ministre e punëve të jashtme në largim. Iskenim i gërditshëm ky aksioni sotëm i blerimi sufajt kundër ministrit Faton Peci, ministrit më shembullor të këtij mandati. Hakmarrje e shëmtuar ndaj betejës së suksesshme të Fatonit kundër korrupsionit dhe guximit të tij, për të ballafaquar me secilin shkelje të ligjit, pa marrë parasysh se sa të rrezikshëm janë shkelësit dhe sa shumë shokë e ortak kanë në prokurin speciale. Kur pikërisht ata e kanë për detyrë të mbajnë shtetin ligjor dhe qytetarët e Republikës nga krimi i keq përdorin organet e drejtësisë për hakmarrje dhe për të njëllosur figurat e suksesshme dhe të pastra politike. Atëherë asgjë më nuk duhet të nabis, por këthim prapa nuk ka, deri në reformimin e plot të sistemit të drejtësisë. Do në pas parasysh që to reagime publike që i bojnë, nuk i bojnë për qefit. Nuk kanë qarë për Faton Pecit. Se jënë të involvum, është rjetë. Ajo është në hierarki në rjetës e hajnis, ajo është shumë naltë. Me ra Faton Peci që aty me njëherë janë. Kështu që kjo është e obligume me shkru që ka shkru, po ape kuptoni kundërthanjen, absurditetin, lehtësinë e padurueshme me cilën operojnë. Para një jave në ta njeri... Edhe Albulina Gjevne ka shti me reagua? Që video 15, regjia. Video 15, regjia. Po le të reagua që mirë në populli. Që kash. Edhe Albulina në pas ka shti. Unë jam shumë e bindur që Ministri Peci e ka bërë një punë tjerëzakonshme gjatë kohës sa ka qenë dhe sa vazhdon të jetë në Ministrinë e Bujqësisë. Nuk ka asgjë për të fshehur këtu, nuk ka pasur asnjë ndërhyrje nga Ministri Peci, ne kemi pasur asnjë që diskutojmë edhe para disa ditëve, edhe sot për këtë çështje. Ajo është shumë i hapur që të bashkëpunojmë me institucionet për të zbardhur gjithë këtë plan për ta dëmtuar Ministrin Peci, për ta dëmtuar qeverinë Kurti. Pra nuk ka asgjë për të fshehur, nuk ka asnjë ndërhyrje dhe do të jetë kurdo që do të ftohet nga institucioni. Mungoj ke kompetencë e plot në trajtimin e rastit. Do më thonë nuk e kish idenë ose në fakt e ka, po ta lun toshen. Po mu që më bëm për shtypje, bashkësar të folin për Faton Pecin të qito teshat e sa i vesh. A ka në i vartë? Duket është ritual, Lirim. është ritual për shkak se herën e parë i kom vesh për shkak të pretendimeve tuja. Herën e dytë për shkak që më ka qujtë qelpsire milioner. Herën e tretë sonte i bjen për shkak se ka fillu me umuar prokuria me ta. Shpresoj mas mi vesh edhe herën e katërt. Po, me në që kimi vesh. Okej.